Publicisti Mustafa Nano është në studio me mua për të folur se e përket kësaj ngjarje. 14 vjet më pas Berisha në SPAK nuk kam dhënë në urdhër, thot Berisha, nuk është dhënë urdhër për të qelluar. Berisha, unë bështof sot për herë të parë që është duke bërë në brek, nëse mund përdorë këtë term në një edicion lajmesh, sepse është duke përdredhur gjuhën. Unë nuk e di nëse mbani mend se jeni deliri, por 14 vjet më parë, keni qenë gazetar? Jo, 14 vjet më parë, jo. 14 vjet më parë, Berisha ka qenë kryeministër dhe çdo ditë që kalonte mbas ngjarjes, mbas masakrit që u kryen në bulevard, ai çfarë nuk kanë gjerë nga goja. Unë nuk e di nëse bëjmë provë penale ato që ka thënë ai që kanë gjerë nga goja ato ditë. Por të paktën bëjmë provë për ne, që të flasim këtu. Në moment vetëm pak minuta mbas ngjarjes ai ka akuzuar opozitën. Janë vrarë nga brenda. Pra përveç se e bëri, donin t'ia faturonte dikujt tjetër. Ja vrarë nga brenda. Ka thënë ky personalisht. Pastaj janë zhdukur pamje filmike, pastaj nuk janë dorëzuar pas kërkesës prokurorisë për të hetuar, nuk janë dorëzuar krerët e gardës. Te prokurori. Prokuroria u konsiderua një putan bulevardi. Sa gjëra ka... Po, a ishte drejt cilësoj ngjarje në bulevard ajo që ndodhi? Sepse me që mbaj mend, presidenti ka cilësuar ngjarje në bulevard, dhe pastaj kjo është replike zotit Berisha. Ishte një ngjarje në bulevard, apo ishte diçka e rëndë? E rëndë, çfarë kuptoni me rëndë? Krim. Krim nga në kujt? Pra, po flasim për një protestë e cila ishte e dhunshme, kundër reagimi u vram persona cilët ishin protestues, është një ngjarje në bulevard, apo po flasim për një ngjarje të rëndë e cila duhet hetuar? Këtu flitet për ngjarje ka bëjë me 4 vrarë. Pjesa tjetër është rutinë politike. Ka protest, e qartë. Po që sistemi politik deli jashtë loje që tha kryeministri Edi Rama më herët, ish kryeopozitari? Dëgjoj, qeveria, çfarëdo që thotë ish kryeopozitari, apo çfarëdo protestë që të ketë, sa do e dhunshme të jetë, në përputhje me dhunën, ti merr masat e dhura mbi baza ligjore. Edhe protesta ç'bëhet? Jo 2, po 12.000, tha zoti Ngjela aso kohë. Domethënë ka disa deklarata shumë të forta edhe nga opozita. Nuk ka rëndësi pra, në përputhje me dhunën që ushtrohet, ti merr masa, po jo ti si kryeministër, policia, garda, në përputhje me ligjin merr masa, arreston njerëz, ushtron dhe dhunë, i përgjigjesh dhunën që ushtrohet me ty. Por nuk ka pas, egzagerohet shumë me këtë dhunë, nuk ka qenë një dhunë të mërshme. Mbas asaj ngjarje kemi parë protestat e opozitës, edhe u shështruar dhunë, policia është përgjigjur me gaslotjellës, ndonjëherë është përgjigjur me dhunë, pra ka përgjigje proporcionale në raport me dhunën. Sepse dëgjoj edhe një kolegun tim, jo po kush i çoj atje? Ku i çoj? Në Kasapani i çoj, në Thertore? I çoj në bulevard. Disa ishin me dhunë, ishin të dhunshëm. Okej. Kundër atyre merr masë, ata që janë vrarë nuk kanë qenë pjesë e dhunës. Qartë. Asnjëri. A duhet pyetet edhe Rama në SPAK sipas jush? Duhet pyetet edhe Rama? Duhet pyetet sigurisht, duhet pyetet. Për çdo gjë që ka dieni, po këtu ngjarja është kjo, janë vrarë 4 veta, pjesa tjetër nuk është ngjarje, është ngjarje politike, është ngjarje kronikës. Është ushtruar dhunë, sa herë ka ushtruar Berisha dhunë? Berisha e ka futur në 1998 rrëmbeu televizionin, ishte ishte puç literal, shteti dhe pastaj urdhërua nga ambasadat edhe ndaloi aksionin. Kështu që jam i zëmëruar nga shumë kolegë të mi që përmendin këtë frazën idiotike, po kush i çoi atje? Ata ishin në vendin e tyre, kryeqytetin e vendit të tyre, në bulevardin e qytetit të tyre, shkruan të protestojnë, ishin me mira vet. Disa njerëz nga këta mira vet ishin të dhunshëm. Asnjë nga njerëzit të dhunshëm që ushtruar dhunë nuk është penalizuar. Asnjë akuzë nuk ka pas. Po ta marrim në thonjza, a e amnistoi politikisht Rama të gjithë protestën në një lloj mënyre, sepse zotin Meta, për cilin doli se ishte video dhe u dol në protest, e morin koalicion 2013. Këto janë poshtërësira dhe ndyrësira të natyrës politike. Qartë. Ne mund të japim konsiderata sa të duash. Mua ma shpif ajo që ka ndodhur. Po, në atë që ka ndodhur nuk ka arsye për të ngritur ndonjë akuzë. Mund ta fusësh në burg Ramën pse bëri Metën në koalicion apo pse bëri pastaj edhe presidentët. U bë edhe presidenti. Këto janë poshtërësira që... Pa i dha një amnisti politike kësaj. Po, sigurisht. Ilir Metës po.
është një poshtërsi që Rama do të regjistrohet në kartelin politike, në biografinë politike. Por ne këtu po flasim për 4 njerëz që janë vrarë, dhe Berisha ka qenë një nga ata që ka thënë, jo 4, po unë do vrisja edhe 400. Janë gjëra që ka thënë ai. Madje edhe vite më vonë, kur ka qenë i ftohtë fare, me distancë fizike nga ngjarja, ai ka thënë në Vision Plus, në programin e Sokol Ballës, që mua më erdhi Countryman ka qenë një zyrtar amerikan, edhe i kishte thënë që lero opozitën të protestojë normalisht, sepse opozita donte demonstronte, mbasi u vranë njerëzit, kishte arsye më shumë për të protestuar. Edhe ky i kishte thënë Countrymanit që nëse ata do të tentojnë të bëjnë protestë prap, unë nuk kam punë me njerëz tjerë, unë do të nxjerr 5 snajpera në terracën e kryeministrisë dhe do t'u jap urdhër të qellojnë vetëm me Tiranën asnjë tjetër. Nëse ata refuzojnë të qellojnë, do ta qelloj unë. Do ta drejq unë këmbën. Pra, ky njeriu i ka bërë që të gjitha ato gjëra. Tani e shoh të trembur. Ka njerëz të cilëve u vjen keq, që edhe nuk e duan Berishën, vjen keq. Unë bëj pjesë ata që nuk më vjen keq për këtë njeri, se i ka bërë të gjitha. Sidomos ky e fundit, askush s'e përmend, por kjo është e tmerrshme, kjo tregon barbarinë, botën barbare në cilën ai njeri jeton. Do të shtija unë dhe ja thot i amerikanit dhe çuditë pse e shpallin non grata. Ose duan fakte pse e shpallin non grata. Ka fakt më të madh se ky? Ke besim se Spaku do të shkojë në fund se çështje? Se di, nuk e di. Nuk kam shumë besim. Po pse? Për çfarë arsye? Po sepse i shoh kështu përballë klasës politike, Spaku e shoh, okay, po ndërmerr disa aksione të forta, po godet hallkat e dobta. Ilir Meta ishte hallkë e dobët. S'kishte u arrestuar, nuk dhe asgjë. Rema Elia ishte hallkë e dobët. Ndërsa këto hallkat e forta, Berisha është duke vdekur, ndoshta politikisht e kanë fjalën. Ndoshta tani edhe Berisha bashkëtu mund të konsiderohet, se nuk pyet më njëri nëse arrestohet Berisha apo jo. Përpara 10 vjetësh destabilizoi vendi nëse arrestohet Berisha. Sot e shoh që është një njeri i mbaruar, edhe me drejt, unë si kuptoj, po disa njerëz me drejt do vjen keq, se një plak, 80 vjeç, është ngelet e dera e Spakut, rrezikon burgun, mban një parti të mbërthyer prej gryke, vetëm për të shpëtuar veten, për të shpëtuar fëmijët e vet. Mi po duket se nuk po shpëton. Sot po shoh Bashën, kishte rregulluar dhe gjuhën dhe Bashës. Nuk fliste më për Bashën me terma le themi poshtërus, po thoshte erdhi zoti Basha dhe më tha atëherë që të evakuohem. Unë thash jo, jam në zyrë. A thua se zyra është kulla vet. Zyra është ti e qeramarrës aty në zyrë. Nuk e pse trajton si gjën time. E ti poshtërohesh po dore nga zyra. Iku Fatosdano nga zyra, sepse donin ta vrisin. Do të rrinte aty kryeministri? Pse protestuesit donin të hynin në kryeministri sipas? Jo, po ishte frika e këtij, po se kishte asnjë jetë plan për të hyrë në kryeministri. Sepse ishte nxjerr leksioni nga viti 1998. Ti mund të hysh kudo. Po nëse nuk legjitimohet, le të themi, gjësi që ti bën nga faktorë të huaj dhe nga publiku këtu. Për çfarë blen ajo? Ti mund ta marrësh pushtetin kështu duke hyrë nëpër zyra. Për çfarë blen ajo? Berishën e kemi parë në Spak, mendon se do pyetet dhe Rama, po e ripërsëris si pyetje. Pra, do të shkojë dhe Rama të pyetet për këtë ngjarje? Nuk e di, nëse Rama rezulton që ka informacion lidhur me këtë që ka ndodhur, sepse ngjarja edhe një herë, ngjarja kondensohet e vrasja e 4 vetëve. Pjesa tjetër është ngjarje politike, për cilën ne mund t'japim vlerësimet tona, sa herë duam. Po kisha Murrizin më herët, ish deputeti i PD-s, që sollin vëmendje atë gestin e Ramës me kokë, që e bën në protest me kokë. Ka ndonjë lloj kuptimi ai lloj gesti për shembull? Po se di, për këtë mund ta thresim. Për këtë po, kjo është një moment, mund ta thresim. Po përsëri sepse mbas u vranë 4 veta, Berisha doli dhe tha që ka pas protestues me armë dhe nxorën njëri që kishte një çadër të vogël të xhepi, bile ja çuan dhe rajunës, edhe rajunë. Edhe Oldashi dhe Berisha vetë thanë që është kapur një furgon me armë nga opozita, nuk ishte vërtet, që një gënjeshtër spektakolare. Pra, ka pasi program, unë besoj që ka pasi program për të ushtruar dhunë, ndaj kryeministrisë, për ta poshtëruar Berishën, po kaq. Unë nuk besoj se ka pas një program tjetër për të hyrë brenda, sepse ishte diskreditim apo. Nuk qëndrojnë akuzat e zotit Berisha për një lloj cënimi të rendit kushtetues, për shembull kishte akuzat forta aso kohë, u artikulua një lloj cënimi i rendit kushtetues, shohim protestën, shohim një makinë që tentoi të hynte në kryeministri.
Pra për të ndalur në të dyja aspektet e ngjarjes. Atë makina nuk e dim, makina se nuk dole asnjëherë kush ishte ai njeri. Ndërkohë që mund dilte fare ka vllai, makina kishte targ, e mund të kape njeriu, ai njeriu mos sa diu nuk është kapur asnjëherë, kështu që është njeriu këtij po shohim në ekran për mua. Opozita ka bërë vetëm protestën, edhe është përgjegjëse për e thënë dimensionin e dhunshëm të protestës. Aty kishte një 100 veta ndoshta, që ishin përgatitur për të ushtruar dhunë, ka qenë kollaj për t'i lokalizuar. Edhe në fund protesta dhe u shpërnda, ikën, mbaroi protesta. Këta njerëz janë vrarë mbasi protesta u shpërbë, pasi njerëzit u shpërndan. Pse ka ndodhur kjo gjë? Sepse sipas meje, dhe ky është i vlerësim, le të themi, një opinion që apo nuk është provë për në spak. Sipas meje, Berisha me kodin e vet, mesjetar moral, është ndjeri poshtëruar që këta erdhën, ushtruan dhunë këtu, edhe ikën, nuk i gjeti asgjë. Në këtë moment, unë besoj që ka dhënë urdhër që të shtihet, të vrihet, të vritet dikush, të derdhë gjak. Po edhe në Amerikë, për shembull, janë mesjetar që shtin mbi turmën kur hyn në Kapitol, si mendon? Sepse kjo mesjetarizmi i Berishës, për shembull, kur hyn në Kapitol, po në kryeministri nuk hyri njeri. Këtu është diferenca e madhe. Këtu në për kryeministri e në për institucione ka hyrë vetëm opozita e Berishës. Këta tjerë të paktën me këta nuk ndodhë ditën e parë, nuk di çfarë të bëhet ditën e dytë. Megjithëse ngjarja që ishte ndodhur mbi bazën e cilës u organizuar protesta, ishte skandaloze. Edhe është pakta e quar skandaloze. Një ministri i shtetit kapet në flagrancë. Ajo është me definicion flagrancë. Kapet në flagrancë. Duke kërkuar para, duke hapur bllokun, edhe histori e njohur. Edhe çfarë duhet bëni njerëzit në ato rrethana? Ajo është minimumi që bën njerëzit. Vajtën ushtruan ca dhunë te godina e kryeministrisë, edhe kaq. Edhe u kthyen në shtëpi. Pas kësaj janë vrarë 4 njerëz që ishin të pafajshëm, që ishin të parmatosur ata që u vranë. Pra këtu çështja është që do bëhet një proces gjyqësor për të vënë në bankun e akuzës njerëz që kanë vrarë 4 njerëz që ishin të pambrojtur, të pafajshëm, të parmatosur. Pra këta nuk ishin pjesë atyre njerëzve që ushtruan dhunën tek kryeministria, edhe që u ballafaqohen me policët. Këta ishin të pafajshëm. Edhe për njerëzit që vriten, për njerëz të pafajshëm që vriten, dikush duhet të jetë përgjegjës. Edhe ky njeri bllokoi hetimin me njerë, zhduku pamjet filmike, bëri dhe si gango, kupton, vazhdonte të kërcënonte edhe pas, unë do vraste, jo 300, jo 3 po 300, jo 4 po 400. E tani e shoh edhe një herë. Gjykata e lartë e Strasburgu riktheu edhe një herë këtë çështje në vëmendje, po mendoni se ka fakte të reja? Nuk ka nevojë për fakte të reja, është një nga ngjarjet më të zbuluara, sepse është konsumuar në bulevard, sheshit. Ky donë ta fshite, madje ja hodhi siç e thash, ja hodhi topin këtej i kanë vrarë vet, pastaj për fat dolën kamerat. Që nxorën. Nëse kamerat nuk do ekzistonin, do ishin arrestuar njerëz nga opozita, do akuzoheshin si vrasës nga ky Birbo. Kjo është e gjithë historia. Po, kjo që thatë pak më herët mos gabojmë që Berisha ka edhe një hall familjar, në ç'kuptim ka hall familjar për familjen. Që është akuzuar për dhëndri, që djalin e ka atë djalë që ka, me atë nam publik, se unë nuk e di gjë, nuk me këto historira. Po di që ka një televizion i biri, e këtë e din gjithë, që nuk është sekret. Është i biri që komandon aty. Edhe këta gazetarë që shkojnë atje, këtë gjë e din. Denoncojnë korrupsionin 360 gradë, duke përshtuar të birën e këtij Berishës, që ka televizion, e që bë dhe gjëra tjera. Ky vetë ka pas, dhëndri ka pas vila në Larz, ja di në gjithë, unë ka pas një apartament në Larz, edhe di mirë se qa vili ka qenë. Vilë që është bërë përpara 20 vitesh. Vilë dhe Shqipëria atëherë nuk ishte, vetëm Sali Berisha kishte. Por ma shkoj me idenë që unë po shkoj te dhëndri, nuk thosh as te vajza, po thosh te dhëndri, është vila e dhëndrit. Do më thënë e vajzës. As këtë nuk e thoshtë. Jo më që ishte e vete. E ndërkohë që babai i dhëndrit nuk ka qenë kur. 5 vjetë që ka qenë në Lalës, se kam parë kur babajnë e dhëndrit të hyjnë atë cilët për dalë në Lalës. Berishën e shqipja ditë për ditë. Kështu që ky njeri ka probleme. Si që kanë dhe socialistët, për cilët po përfundojnë për burgje, edhe shpresojmë që spagu, shpresojmë
Shofim. Të dyja palët përfundojnë në përburgje, por prap ulen në marrëveshje me njëri tjetrin, Rama dhe Berisha. Si e sheh? Reforma territoriale, reforma zgjedhore, parlamenti, senati, prap janë në tavolinë. 2008 në tavolinë bashk, prap në tavolinë bashk. Si e sheh këtë? Çfarë ndodh? Jo, kjo nuk shqetëson më, puna e marrëveshjeve. Nëse bëjnë marrëveshje për të mbrojtur njëri tjetrin, po. Nëse bëjnë marrëveshje për të bërë sa reforma që ata gjykojnë të rëndësishme. Nëse të dy palët mendojnë që prania, ekzistenca e një senati është e rëndësishme, edhe mos më dhënë një ide kështu për të qortuar kjo. Qartë, po pse duhet ishte e keqe marrëveshja Rama Meta për të ardhur në pushtet atëherë? Dhe këto nuk janë të këqija si marrëveshje. Jo, për të ardhur në pushtet është një interes personal domos për të ardhur në pushtet. Po. Këtu është fjala për të ngritur institucione. Qartë. Pra mendon se ne nevojitet një senat, nevojitet një Po nuk parlament e di, me 100 deputet. unë nuk di përse u duhet tyre një senat për çfarë i shpëton këtë senati. Pra nuk shoh një interes personal këtu. Thuhet që Berisha do të bëhet vetë senator. Po Berisha është kryetari i partisë, as e heq njeri. Çfarë të bëjë le të bëjë, edhe kur të futet në burg, nëse do futet, ai duhet kryetari nga IPD-s. Kështu që unë nuk e shoh të si le të themi si hile e madhe, marifet që po bëhet, sepse Berisha do të bëhet vetë senator. As e ka fare në plan Berisha, do bëhet Rama senator. Pra nuk shoh në një hile në mes. Po pse po ndërhyjnë kushtetut atëherë? Ndërhyjnë ku? Në kushtetut, sepse gjitha këto janë reforma të thella kushtetuese. Pse po ndërhyjnë? Sepse duhet ndërhyrë. Se kush do ndërhyjë kushtetut? Unë dhe ti, ata kanë mandat popullor për të bërë ligje që janë jo kushtetuese, por ligje që janë dhe kushtetuese. Kështu që nuk shoh ndonjë gjë këtu. Këtu akuzojnë Berishën që ai po bën opozitë dobët sepse këta duan që të ndizet zjarri Shqipëria. Po bën opozitë dobët sepse i biri merr leje ndërtimi. Tani unë këto nuk e di, unë nuk e besoj kur që Berisha shet le themi interesin e madh për të ardhur në pushtet për prona. Të njëjtën akuzë ja bën edhe Lulzim Bashës. Por më këto ishin vulgaritete, kupton fare të pashishme. Njëri që aspiron të bëhet kryeminist nuk blet me një leje ndërtimi. Do kushdo që të jetë, jo Lulzim Basha, Sali Berisha, që kanë lek, me sa dihet. Edhe është një nga të paktat poste që nuk shitet. Ti mund të jesh president edhe mund ta shesësh, megjithëse është posti miliard shtetëror. Por postin e atij që aspiron të bëhet kryeminist, si mund ta shesësh tjetër? E qartë, jo ka prishur punë spaku palëve politike sipas jush. Po, sigurisht që shoh trembur. Socialistët janë të tronditur. Edhe Berisha i tronditur? Berishën e sot e pash që ishte... Jo, s'kam dhënë urdhër, ma deri para ca kohësh mburrej. Është një listë gjatë e gjërave që në momentet tërbimin vazhdoi gjatë. Çfarë bëri? Foli për puç, foli për stilolapsa, pistolet, gjëra që as nëpër filma si kishte para ai, as ne si kemi para. Po ja ka mundësinë tani që ta tregojnë spak se si po organizoi një grusht kushtetues. Organizoi një komision kushtetues, do hetonte edhe një 4 gazetarë, ca rrugaçërira që të pa imagjinueshme. Edhe tani e shoh në rolin e një burracaku. Jo, s'kam shtënë unë, do t'ua shesi gardistëve. Edhe kur e pyetën sot për atë që doli i maviosur dhe i dëmtuar nga fytyra. Ndreu, diçka e tillë. Edhe ky tha, "O, për këtë pyesni atë." Pyesni atë. Do t'ua shesi këtë krimin e bërë të tjerë. Të tjerë ndoshta edhe mund ta pranojnë, sepse u jepet ndonjë para në dorë, pranojnë edhe burgut, bëjnë 20 vjet burgut, nëse sigurojnë të ardhmen e familjes e fëmijëve. Kjo është shpresa e këtij them unë, e Berishës. Por të paktën po shkon aty në SPAK edhe po shkon si pule lagur, duke bërë ca naze fillimisht, apo s'merdi, apo s'ma çuani, apo gabon adresën, vetëm adresa e këtij gabohet, ndërkohë që vetëm shtëpia e këtij dihet. Edhe zyra e tij dihet mirë. Kështu që na lodhi shumë ky njeri, jo mua, se unë kam ca kohë dhe unë vetëm këtu në studio po do dërohem të flas. Në vende të tjera nuk pranoj të flas për Berishën, sepse i kam thënë gjitha, nuk kam çfarë thënë, po e lodhi protagonizmi i tij, ashtu i mbrapsht për 35 vite, edhe ëngjëll me qenë Berisha do ishte i lodhshëm. Jo më që është ai që është. Edhe vazhdon tani, edhe vjen rrugëve, e përpiqet, e shef që po ikën dhe mbështetja, dhe dalë përsëri për ata të cilëve vjen keq,
organizon gjërë, do donte shumë që të kishe mira mbështetës, të mblitë aty të kryeministria, të rrethonte njëra të kryeministrinë. Ka vetëm disa qindra. Edhe disa qindra, me siguri, për një vit do t'i bën disa dhjetra. Dhe krimi më i madh i këtij është që po mban pengat atë partijë. Edhe njerë, i ka fut thonjë në gryk asaj partisë, do të vdesi bashkë me atë. Edhe ka lënë vendin pa opozit, edhe pyesin njerëzit pse si ka mundësi që fiton Rama, gjithë to skandale, arrestohen ministra, dhe këto janë gjëra të rënda, këto në rrethana normale, paqeje, Rama duhet marrë prej zheleshe, duhet hequr nga zyra. Por ti kur ke përballë njerit si ky, Rama duhet kesh aty, derisa të vdesë edhe Rama, nëse nuk ikën vetë, nëse nuk lohet edhe ai. Kjo është historia e këtij vendi. Edhe unë komentoj akoma kam 25 vjet, 30 vjet që komentoj Sali Berishën. Nuk ndodh asnjë vend botës kjo, që kolegët tanë të merren me njëri gjithë jetën, edhe nuk është se merren me, le themi, me aksionin politik të Sali Berishës. Po merren me këto histori. Kënaqësi që ju kisha në studio, zoti Nano. Kënaqësia ime.